Allahun e falenderojmë me zemër, që duhet jetë falendrimi i veçantë nga zemra që bëron ndaj madhnisë Allahut për udhëzimin që na ka dhënë. Allahun e falenderojmë me gjuhën tonë që Allahu ka krijuar gjuhën për të përmend dhe lut Zotin dhe falendruar atë. Allahun e falenderojmë dhe me gjymtyrët e tona që e kemi obligim për mirësitë që na ka dhënë Zoti subhanahu wa taala. Allahun e lutim në këtë ditë të Ramazanit, në këtë maraton të ibadeteve, që Allahu mos na nxjerr nga Ramazani ashtu që kena hyrë në Ramazan. Se hymja në Ramazan dhe dalja nga Ramazani nuk duhet jetë e njëjtë. Dhe këtë ky maraton i adhurimeve që i kemi bëna gjatë muajit Ramazanit, ka qenë qëllimi i parë forcimi i udhëzimit në rrugën e Zotit, kërkimi i rahmetit, i faljes së Zotit, dhe e treta kërkimi i mëshirës i rahmetit Allahu subhanahu wa taala. Këto janë tre nyjet shumë të rëndësishme shumicës së besimtarëve që e kanë për të arritur faljen e madhnisë Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë Ibn Kaimi rahimahullahu taala: O Allah, nuk ka shije kjo jetë pa të përmend ty. E dyta, edhe nuk ka falje, nuk ka jetë tjetër pa faljen tënde. Dhe e treta, e as xhenet pa e pa madhninë e Allahut, pa të falë Zotit se në hinë xhenet. Nuk ka jetë pa e përmend Zotin. Ne jemi dëshmitar në këtë maraton 30 ditë, 28 ditë, 29 ditë Ramazan. Rregullisht muslimanët e kanë përmend Allahun azza wa jall shumë. E kanë përmend dhikr, e kanë bërë Zotin shumë, e kanë lutur Allahun shumë, e kanë falendruar Allahun shumë, duke e treguar nevojën e madhe edhe për udhëzim, edhe për falje, edhe për mëshirë. Ne vim, sot kemi ardhur nga Çabja, ku ishmi në umra atje dhe kemi bërë lutje për gjithë popullin tonë, që Allahu të na falë gjunahet dhe të na udhëzon në rrugën e drejtë. Dhe një detaj nga e gjithë bota që kanë shku mi thonë Allahut lebejk, Allahume lebejk në këtë muaj të Ramazanit, në këtë maraton, ama me ngjyra të ndryshëm, me gjuhë të ndryshëm, me kërkesa të ndryshëm, por gjuhët e tyre ishin vetëm gjuhë që ka e përmendin më shumë ti Allahit. A ka në herë që përmendet Allahi më shumë se në Ramazan? S'ka. Unë sa dush me folë, s'muj me përshkruajtin ndjenjen me hafizin e nderuar, tha si shkalove në Mekë, thash nuk mundet me përshkruaj, vetëm përjetohet ai ambient. Sidomos mas 3 viteve hemen pandemi, që musliman nga gjithë bota kanë shkuar Allahut mi thonë lebejk Allahume lebejk në muajin e Ramazanit. Është ndjenjë imanore. Është ndjenjë imanore. Prandaj lumturia jonë ndërtohet mbi imanin në Zot dhe mbi përmendjen e Allahut sa më shumë me përmend Zotin subhanahu wa taala. Edhe kjo është dëshmi e dashurisë dhe bindjes se ti e don dhe e beson Zotin dhe shpreson në faljen e Zotit subhanahu wa taala. E shkputja e njerëzve me Zotin, shkputja me njerëzve e bën kaos. Krejt telashet që vijnë fesatin dynja vjen për shkak shkputjes njëri Zot. Allahu na ka krijuar në dynja që ne me pas lidhje të mirë me Zotin, kur të kish lidhje të mirë me Zotin, ki lidhje të mirë me njeriu. Kjo e gërcillëk që është jashtë Ramazanit, e kjo butësi që është në Ramazan, është për shkak se ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, se zemra zbutet. Muslimanët zbuten. Përgjithësi, në të gjatë muajit të Ramazanit, muslimanët e përmendin Allahun subhanahu wa taala dhe prandaj njeriu duhet të jetë çdo herë në përpjekje të ngritjes së tij na smujna me pas këtë tempo na jashtë Ramazanit. Po këtë energji sa e kemi marrë shumë në Ramazan, bilet na shtyjen një periudhë, një kohë që vazhdimisht jemi afër Allahut subhanahu wa taala. Dhe njohja e madhnisë së Allahut tash të afron. Prandaj kur ta përmendsh Zotin shumë, dynjat e përmend dikën shumë.
Kanë e përmen më shumëti, nana e përmen e vladin, baba i përmen e vladin, pse e donë më shumëti. Atër ti, kanë e përmen Allahun Azza wa Jall, që duhet me dash më shumëti. Atër përmendja Allahut Azza wa Jall e ban njeriun që tjetë i lidhur shumë ngusht me Allahun Subhanahu wa Ta'ala. Tregon Ibrahim Ethemi rahimahullahu Ta'ala, një ditë prej ditëve ishte të e bë dhikr Allahun Azza wa Jall. Dhe i thanë, hajde thanë bajna muhabet. Tha jam i zand, me do çështje shumë të rëndësishme. Tha, a ka diçka më të rëndësishme se me bë muhabet? Tha, po. A ju konë të e bë dhikr Allahun dhe tha, isha të e kujtu momentin, pastaj shkoj, kur e krytjat obligimin e ti, tha, e kisha dertin, a thu Allahu Azza wa Jall, më ka bo më ka shkrujt nga fitimtarët, nga banorët e xhenetit, a nga banorët e xhehenemit. Çfarë derdi ka pas? Ti që agjeron, ti që fal, ti që kërkon istikfar, ti që ke dhënë zeqat, ti që jep sadaka, ti që i bën këto punë të mira, ti që je lodh me trupin tan, ke pushu me shpirtin tan, je lodh me trup. Allah s'na ka bërë Ramazanin 2 muaj, as 3, 1 muaj. E jamen ma'dudat, se e din Allah sa bajnë ana. A i dini që Hazreti Aisha vetëm 5 ditë s'ka agjeru. Krejt ditë të qera i ka agjeru prej 18 vjetë, prej 18 vjetë, moshën kër e ka va. Aisha radiallahu anha, vetëm 5 ditë, do të ditëve të bajramit, e jamu të shrik, nuk ka majtë Ramazan. Kitë jetën qetër e ka majtë Ramazan. Kish detaj. Allahu e dim për neve që na 30 ditë usas. Lodhët trupi, pastrohet trupi, forcohet imani, forcohet shpirti, forcohet ndjenja, dhe kur kjo iman nuk është smun më kanë, që është në Ramazan. Pse? Qielli i qelt, dyrët e xhenetit qelt, rahmeti Allahut, lutjet pranohet, zbret Gjibrili prej 7 qiellave, zbresin me laçet, asnjë pllum në tokë nuk jetë deri ditën e fundit, prej natën e Kadrit, do të thotë prej ngushticës së prezencës së melaçeve. A dini çka? Filani Ebu Bekri është fal. Filani Hasani Muhamedi ka lexuar Kur'an. Filani, këtë kjo është dhikr në Allahun subhanahu wa taala. Edhe kjo është dëshmi që ne e dojmë Allahun. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, dhe madhnoja Allahun subhanahu wa taala derisa kur ta takosh madhnin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj, porosia e Ibrahim Ethemit ishte, a thu Allah im ka caktu mu pi banorëve të xhennetit apo të xhehenemit. E dyta, pozitën e dytë, a thu vorri jam është nga baqët e xhenetit apo nga gropat e xhehenemit. E treta, a thu do ta kaloj urën e siratit apo nuk e kaloj urën e siratit. Dhe e katërta, a thu libri do të më vjen anën e djathtë apo anën e majtë. Besimtarë të nderuam, na në Ramazan që e kemi madhru Allahun, e kemi bën këtë me një shpresë që mos me pas vorrin nesër nga gropat e xhehenemit. Mos me pas që na mos me kalu urën e siratit. Mos me pas neve që mos na ardh tefteri në anën e majt, pa e kemi bën këtë kontribut, këtë adhurim, këtë ibadet, e kemi madhnu Allahun dhe do ta madhnojmë Allahun, mos më na ardh tefteri në anën e majt, po më na ardh në anën e djathtë. Dhe e katërta, qëllimi final është, a thu Allahu me shpresë të madhe se Allahu fal, ne kërkojmë xhenetin. Prandaj, prej lutjeve të shumta që e bëjmë çdo herë në hutbe, edhe në qiyamul lejl, edhe vazhdimisht, Allahumma inna nas'aluka al-janna wa na'imaha wa na'udhu bika minan nar. O Allah, prej teje kërkojmë xhenetin dhe të na ruash nga zjarmi i xhehenemit. Përmendja ndaj madhnisë Allahut, dhikrin në Allahun subhanahu wa taala, duhet të më kon derti shumë i rëndësishëm për secilin, se nëpërmjet përmendjes të madhe, nëpërmjet gjuhës që e bën, e zbut zemrën dhe e zbut raportin me Allahun dhe me krijesat. Kur thashë në fillim se falënderimi takon Allahut me zemër, ka të ki me gjuhë nëse nuk e falëndron Allahun me zemër. Prandaj rani i ibadetit, i adhurimit është prej zemrës. Pastaj e tregon me gjuhë dhikrin në Allahun subhanahu wa taala. Pastaj edhe dhikr është eqimis salate li dhikri. Fale namazin që të më përkujtojsh mu, edhe namazi është dhikr.
Dhikr do të thotë me përkujtu. Prandaj përkujtimi me zemër është me gjuhë dhe është me vepra. Dhe njerëzit më shumë ti çka e përkujtojnë Allahun është në muajin e Ramazanit. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam 100 herë kush thot la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, përmend vlerën prej peshës më të rëndë që tregon besimin në njëshmërinë e Allahut, la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Ne jemi krijuar për me besu në njëshmërinë e Allahut, i cili është i pashok, lahul mulk, atij takon sundimi, çdo gjë është në dorë të Zotit. Walahul hamd, dhe atij takon falënderimi, wa huwa ala kulli shay'in qadir, dhe ai është i gjithfuqishëm. Do të thotë falënderimi, sundimi, Allahut i takon çdo gjë në dorën e tij, është pushteti në dorën e tij. Ti që e përmend Allahun, i përulesh Zotit subhanahu wa taala. Dhe ahlu dhikri hum ahlul falah, kush do të mëkon i shpëtum, ka thënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Dhe përmend në Allahin shumë me kusht in kun la'allakum tuflihun, nëse doni t'jeni të shpëtuar. Nëse doni t'jeni të shpëtuar, do thotë, është kusht me përmend Allahin. A ka mundësi më koni i shpëtuar me hin në xhenet e me kalurën e siratit pa e përmend Allahin? Ja. Me zemër, me gjuhë dhe me vepra. S'ka mundësi. Prandaj ky ibadet është shumë ibadet i lehtë, nuk është patjetër çdo herë me marr abdes. Dhikr e bën Allahin edhe pa abdes. E bën edhe në xhami, e bën edhe në rrugë, e bën edhe para xhumit, e bën edhe në sefer, në udhtim kur ti jesh. E përmend Allahun, e ajo gjuhë që e përmend Allahun shumë, do të jetë nga ata që do të jenë të shpëtuar. Ahlu dhikri hum ahlu sabaq, do thotë sabaq al-mufarridun, qalu man hum, kanë paraprin, janë të partë. I thanë, ja Rasulullah, kush janë ata? Edhakirin Allah vë dhakirat, burrat dhe gratë, ata që e përmendin Allahun, do të jenë para, do të në bas të asaj që e ke përmendin Allahun, do të jesh i privilegjuar te Allahu subhanahu wa ta'ala. Men fadat ajnahu bi dhikrillah. A ka ndonjëherë më shumë musliman që i rrjedhin lot dhe i rënqetet zemra se në Ramazan? Do të ne jemi dëshmitar edhe në mesin në xhamatit ton, edhe të familjeve tona. Unë jam dëshmitar që kemi pas shumë lot në qabe, nga e gjithë bota, me dur të naltë të e përmenë Allahun dhe të kërku falje dhe mëshirë nga Zoti. Që ato lot, çka mujnë më kanë tjetër përveç se ato çka e shuajnë zjarmin e xhehenemit? Ai lot është lot shprese për falje, për mëshirë, për udhëzim, për me shpërbly Allahu azza wa jall me xhenet. Do të ka sakrifiku prej këtë botës, prej këtë dynjas kanë shku, nuk i mjafton vetëm dhikri, për çka? Fadat ajna. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 7 grupe kanë me hinë në hijen e Allahut, sab'ata yudhilluhumullahu tahta dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. 7 grupe kanë më kanë, një prej kategorive që kanë me hinë në hijen e Zotit, kanë më kanë ata të cilët i rredhin lot për Allahun subhanahu wa ta'ala. Të thotë, çka? I rredhin lot subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun dhakara Allah khalian. Shifë detalji i hadithit çka është. Një njeri i cili e përmend Allahun i vetmuar në mesin e natës, i çon durr te Zoti dhe kërkon nevojat e tij, kërkesat e tij, e përmend Allahun, fa fadat ayna dhe i rredhin lot atij, ai do të jetë në hijen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ai kanë rredh syt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po bile ju ka mush edhe mjekra sa që ka i pikuar nga dëgjimi i fjalëve të Zotit, nga Kur'ani, nga dhikri, nga përmendja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Ai i cili ka qenë, do të thotë, i garantuar me xhennet. Prej sebepeve tjera, prej vlerës të këtij adhurimi të veçantë, të këtë ditë të fundit që na ka met, ahlul majalisi dhikri yubahi Allahu bihim almalaika. Do thot Allahu azza wa jall në mexhlise ku përmendet Zoti, edhe kjo është dhikr. Na shka ju i shkajni të ndëgju, dhe unë shkajm të fol, edhe kjo është dhikr. Allahu krenohet para melaçeve dhe thot a e shihni, në filan vendin përmendet emri jam. Në filan vendit përmendet emri jam. Krenohet Allahu para melaçeve. Dhe rivajeti i dytë i hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kuptim të hadithit është se i tregojnë, do të thotë, ku përmendet
Allahu Azza wa Jall me një mexhlis, çka? Melaqet i thojnë, ja Rab, filani janë të përkujtu ty. Am kanë pa ato? Jo, ja Rab, s'kan pa, po ty të besojnë. Çka kërkojnë ata? Kërkojnë xhennetin. Pa e kanë pa xhennetin, jo, ja Rab, po e shpresojnë dhe e besojnë xhennetin. Tjetër çka kërkojnë? Kërkojnë nga falje që Allahu më rujt nga zjarmi i xhehenemit. A e kanë pa xhehenemin ata? Thotë jo. Se kanë pa xhehenemin, po kanë frikë se ti na ka mësuar Allahu në Kur'an. Atëherë thot Allahu Azza wa Jall, do thot laqad ghafartu lahum, ja u kom fal aty. Do thon çat mexhlis ku është përmend Zoti. Me laçë thojnë o Zot, njëri çolloj rastisht aty, edhe ai nuk do të mbetet pa shpëtu. Do thot mexhliset hajrit, mexhliset të dhikrit nuk ka me mbet pa shpëtu edhe një njeri i cili rastisht ka çollu. Se Allahu rastisht nuk ja ban nasip secilit me hi me ndëgju fjalën e Zotit. Edhe nuk ka rastisht tena. Udhëzimi është udhëzim nga Zoti, nëpërmjet Kur'anit, nëpërmjet sunnetit, nëpërmjet yrnekit mirë, nëpërmjet dhikrit, duave dhe ashtu me radhë. Prandaj me laçet Allahu Azza wa Jall krenohet për ata njerëz që e përmendin Zotin subhanahu wa taala. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, da'watu s-sa'imin mustajab, duaja e cila është e agjerusit pranohet, mirë po para momentit iftarit pranohet më shumë. Prandaj ky dhikr që ti e përmend Allahun Azza wa Jall para momentit iftarit dhe në momentin e fundit të syfyrit, kjo është momentet më të dashura te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që transmeton Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, ai i cili e fal mas sabahit, e fal namazin e sabahit me xhamat, e pastaj mas namazit e pret derisa del dielli dhe e ban dhikrin e sabahut. Hatta tatla ash-shams, derisa del do të dielli. Pastaj i fal 2 recate, e ka shpërblimin te Allahu subhanahu wa taala, sikur me pas bën haxh dhe umre tamme komplet. Do thotë që ky dhikr, e cilën e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me fal namazin me xhamatin do thotë në xhami sabahut, e pastaj e ban dhikrin, e pastaj i fal 2 recate, masi të lind dielli 20 minuta, edhe shkon. Kjo do të thotë të llogaritet te Allahu subhanahu wa taala ka shpërblim të veçantë. Transmeton vakt e yekun fi salatil fajr. Do të thotë këtu e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa kohna, për shembull të dhikrit që janë të privilegjuar, siç e përmendëm para iftarit, në kohën e syfyrit, në vendin e quaj, do të thotë në tavaf, në Arafat, në natën e Kadrit dhe në pjesën e tretë ku Rabbul Alamin zbret në qiellin e tokës dhe do thot i pranon lutjet e besimtarëve. Besimtarë nderuam, na pasi që është dita e fundit sot, unë vetëm deshta me përmend këtë pjesë të fadlit të dhikrit, pa e zgjatë sot më shumë, duke e lutur Allahun Azza wa Jall që ne nga ky Ramazan dalim fitimtar, që Allahu të na mëshiron neve dhe juve. Allah inshallah i ka bë kabull gjitha adhurimet, edhe këto, edhe në qabe, edhe agjerimin, edhe namazin, edhe sadakan, me shpresë që Allah Azza wa Jall ta ndron gjendjen tonë me një gjendje të mirë, e gjendja jonë ndryshon vetëm kur ne jemi afër Zotit me dhikr, afër Zotit me istigfar, afër Zotit me lutje, afër Zotit me sejdë, vesjud waqtarib dhe bën sejdë je afër Zotit. Ne jemi afër Zotit edhe kur jemi afër nesh. Kur jemi në shërbimin e njëri tjetrit, kur jemi në nasihatin e njëri tjetrit, me zemër të mirë, me gjuhë të mirë, se vetëm kjo e ban unifikimin e forcës së dinit Allahut Azza wa Jall në dynjë. Elusim Allahun na mëshiron neve dhe juve, Allahu t'i ban varret e baballarëve, e të vdekurve tanë t'i ban nga bahçet e xhenetit. Allahu na fal gjinat neve dhe juve, aty ku kemi gabu, Allah i na fal, aty ku e kemi qelluar shtëpi Allahut Azza wa Jall. Astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.